Fshati Portës i bashkisë Fier nuk arrit kanalizimin të ujrave të zeza. Për fakti se nuk ekziston kanali ujrave të zeza ka bërë që një pjesë e familjeve të fshatit të ndërtojnë gropa septike ndërsa pjesa tjetër t'i shkarkojnë ujrat e zeza në kanalet e hapura të ujrave të bardha. Ndërkohë që kjo situatë ka sjellë dhe përdorimin e kanaleve bujqësore ujitse dhe kulluese të ndërtuara përpara viteve 90, duke i kthyer në kolektor shkarkimesh të ujrave të zeza. Banorët e Portës e kanë denoncuar problemin në televizionin Apollon. Sipas tyre, situata e rëndë, problematike dhe shqetësuese për shëndetin e banorëve në Portën e shumtuar nga ujrat e zeza, që e kanë kthyer në një burim infeksioni, ka krijuar pakënaqësi të komunitetit, sipas të cilëve u bë shumë vite që ankohen për mungesën e rrjetit të KZUZ-s, por askush nuk vë dorë. Ata janë shprehur se në fshatin Portës ka munguar investime publike prej më shumë se 30 vitesh në infrastrukturën nëntoksore të kanalizimeve të ujrave të zeza nga bashkia. Gjithashtu ata thonë se në këtë fshat që është ndër më të braktisurit, banorët vuajnë për shërbimet më bazike si infrastruktura e brendshme rrugore dhe kanalizimet të ujrave të zeza. Te kanali Kullusin dhe ja vetëm unë atje shikon, jam në rregull me qeverin. Çfarë thot vajte? Çfarë ke bërë që je në rregull? Gropin e banjës, e kam të rregullt. E heq pagoj 80.000 lekë muaj për njerë në vit. E heq. Sa është e nevojshme? Njerë në vit. E pastrojëm se mushet. Kot, ne kemi, mu për vete 70 vjeç nuk kam parë i derdin këtu të gjitha ujrat e zeza më vlajim, më shpirt. Vetëm unë e adrisht e shpjejime të shikosh e kam gropën 5x5. Shiko që ato të lari. Ka, uj ka. Uj ka. Kanalizimet janë për i pastrojnë. Keni kanalizime të ujrave të zeza? Jo, kanalet e ujtë të zeza, jo. Jo, këtu derdhen. Ku derdhen? Në për kanale. Në lagje. Por sa në fakt kanalizime nuk ka. Mungojnë. Edhe ujrat e bardha, ca kanale janë, ca s'janë. Ikin në për rrugë. Kaq këto i mungojnë. Njerë bashkojnë ujrat e bardha në ujrat e zeza. Edhe na qelbin nuk dalim dot për jashtë. Ujrat e zeza e kanë kthyer fshatin Portës në një zonë të rrezikshme mjedisore dhe shumë problematike për shëndetin e banorëve, të cilët edhe pse paguajnë taksat dhe tarifat vendore, nuk i ofrohet shërbimi i KUZ-s. Premtimet e vazhdueshme për ndërtimin e sistemit të KUZ në Portës nuk janë mbajtur, ndërsa situata sa vjen dhe rëndohet janë shprehur banorët.